kemi vazhduar të vëmë rregull në pronën shtetërore. Është shumë interesant në këtë pikë sepse tenxheret zihen për gjëra nga më të ndryshmet që s'kan asnjë lidhje me realitetin dhe na akuzojnë për një kompani shtetërore që ne kemi ngritur për shtetin. Dhe e kemi ngritur këtë kompani shtetërore për shtetin në mënyrë që në çdo lloj qasje nga të huajt në Shqipëri, shteti ynë të marrë pjesën e vet. Shteti ta marrë pjesën e vet. Jo siç ndodhte më parë. Por tenxheret zihen. Dua të shtoj që në ndërkohë kemi një sër investimesh në mbar vendin, nga Burreli, në Kukës, Kuçov, Pashaliman, Porto Romano, dhe vitin e ardhshëm do të përqendrohemi në ringritjen e shkollës së aviacionit shqiptar në Vlorë dhe në zgjerimin e kampusit të ri të forcave të armatosura. Po ashtu edhe në zgjerimin e kompleksit muzeal të forcave të armatosura. Mbrojtja civile ka qenë këtë vit përsëri protagoniste dhe do të vazhdoj të jetë për shkak se siç e dini zjarret janë bërë një problem i madh që shkon duke u thelluar për gjithë botën. Dhe në ndërkohë ne kemi vazhduar të punojmë për të rritur kapacitetet e mbrojtjes sonë civile në të gjitha drejtimet. Po ashtu kemi vendosur edhe fondin për të blerë 2 avionët e parë zjarfikës për Republikën e Shqipërisë. Nuk po zgjadem më tutje, po qëndroj vetëm një moment tek siguria kibernetike. Patëm, siç e dini, një sulm shumë të egër nga bota e terrorit kibernetik që për fat mirë nuk arriti dot ta shkatronte infrastrukturën tonë digjitale. Sot jemi një nga vendet me kapacitetet më të lartë mbrojtjes kibernetike sa për dieni dhe nuk e them unë këtë, por e thonë të gjitha institucionet përkatëse të sigurisë në Europë. Dhe kemi marrë vlerësime goxha domethënëse për këtë, sepse kemi investuar në mënyrë shumë inteligjente në mbrojtjen kibernetike dhe në ndërkohë që flasim si çdo vend tjetër dhe Shqipëria sulmohet. Por asnjë sulm deri në momentin që flasim nuk ka arritur të penetrojë murin mbrojtës që është ngritur infrastrukturës tonë publike digjitale.